Ngjarje të rënda në Vlorë në Pakor, 2 gra japin fund jetës duke u hedhur nga lartësia. 2 gra i ka dhënë fund jetës të hënë në Vlorë duke u hedhur nga lartësia. Policia sqaron se rreth orës 05:10 në lagjen Kushtrimi, shtetësia BL 62 vjeç, u gjet pa shenja jete në rrugë nga shërbimet e urgjencës mjekësore. Paraprakisht dyshohet se ajo është vethedhur nga kati i tretë i banesës së saj. Gjithashtu, rreth orës 08:10 po sot, në zonën e Transballkanikes, në vendin e quajtur Kulla Fegaj, shtetësia VM 78 vjeç dyshohet se ka rënë nga balkoni i katit të dytë të banesës së saj. Ajo u transportua në spitalin rajonal Vlorë ku ndroi jetë. Dyshohet se të dyja shtetaset vuanin nga probleme të shëndetit mendor.